Nuk kam koment, ka qenë përgjigjja e prokurorit special Admir Shala kërshi akuzave sulmeve nga partia Guxo pas intervistimit të ministrit në detyrë të bujqësisë, Faton Peci si dyshuar për korrupsion. Ky rast nxiti një valë të re sulmesh drejt prokurorisë si nga zyrtar të kësaj partie edhe të tjerë pjesëtar të qeverisë. Intervistimin e Pecit, partia të cilën e udhëheq ai e quajti lojë politike e rastës ajuar nga prokurori Admir Shala, për të cilin shkruan se dikur ka qenë sekretari forumit rinor të PDK-s në Prizren. Akuzat e tilla nuk i kanë komentuar në prokurorinë speciale, të cilë kanë thënë se punën e tyre e zhvillojnë në mënyrë të pavarur dhe profesionale. Në mbrojtje të prokurorit Shala dhe kryeprokurorit të speciales Isufaj kanë dalë nga shoqata e prokurorëve të Kosovës, të cilët i vlerësuan këto deklarime të papranueshme e shqetësuese. Akuzat politike, tentativat për diskreditim personal dhe përmbajtja e përkatësive të mënjeshme partijake nuk mund dhe nuk guxojnë të përdoren si mjet për të ndikuar në vendimarrjen apo integritetin e prokurorëve. Mbulesë për skandalet e tyre i vlerësojnë në Institutin e Kosovës për drejtësi akuzat e zyrtarëve të qeverisë karshi PSRK-s. Fatkeqësisht partia në pushtet tani me ka ndërtuar një strategji ku sa herë që zyrtarët e saj të lartë janë të dyshuar për vepra penale të korrupsionit ose janë duke u hetuar, fillojnë sulmet ndaj prokurorëve, ndaj gjyqtarëve, ndaj prokurorisë, ndaj sistemit. Përveç Pecit, gjatë 4 viteve në krye të ekzekutivit, disa ministra të qeverisë Kurti u intervistuan, përfshirë Rozeta Hajdarin, Albulina Haxhiun e Artane Rizvanollin. Ftesë për të dëshmuar në prokurori rreth një rasti për korrupsion ka marrë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili është gjobitur 2 herë nga gjykata për mosparaqitje të tij.